Me lenë Allahut, do të vazhdojmë pjesën tjetër ku mbetëm ligjëratën e kaluar rreth debatit dhe polemikës. E përmenda do thotë çështjen e debatit dhe polemikës, se çfarë është në aspektin gjuhësor dhe çfarë është në aspektin e fesë, dhe e përmenda do thotë që është natyra e njeriut, është diçka që njeriu ka me veten e tij, është pjesë e pandashme e tij, mirë po është problemi se si e trajton atë. Edhe përmenda që debati ndahet në dy lloj. Lloji i cili pëlqet dhe lloji i cili qortohet. Kjo do të jetë tema jonë sonte me lenin Allahut, shkurtimisht për shkak se si tema është shumë e gjatë. Unë do të mundona ta shkurtoj edhe ta bëj pak më të qartë, për shkak se si temë shumë e gjatë. Dhe do ndalem më tepër te pika që më tepër më intereson, ajo është dëmet e debatit. Ku çon do të thotë debati? Siç e përmenda, debati është i pëlqyer dhe ka debat që urret. Debati i cili pëlqet ose polemika e cila pëlqet është ai lloj debati i cili është diskutim, është bisedë, argumentim dhe qëllimi është që dalën shesh e vërteta, dhe të mbrohet e vërteta. Kurse debati i cili qortohet është debati i cili është grindje, ka ofendim, ka sharje, ka përbuzje, ka nënçmim, edhe qëllimi është që të mbrohet e kota dhe dalën shesh e kota të largohet e vërteta. Ky lloj debati ose kjo lloj polemike do të thotë qortohet. Allahu subhanahu neve në urdhëroi që kur diskutojmë ose debatojmë në formën e cila është më e mirë dhe atë e cila do thotë pëlqet prej debatit. Allahu subhanahu thotë wajadilhum billati hi ahsan. Diskuto, debaton ata e cila është më e mira, e cila është më e kujdesshme, me sjellje, me edukat. Po ashtu Allahu subhanahu tha la tujadilu ahla alkitabi illa billati hi ahsan. Mos diskuton, mos debaton me i thartë e librit përveç se me atë e cila është më e mirë. Disa kanë thonë debat me Kur'an, disa kanë thonë debat me fjalën la ilaha illallah, disa kanë thonë diskuton, debaton me ata në formën e cila është më e mirë, më e qartë, më e dashur, me sjellje të mirë, me virtyte të më të larta, me qëllim që ti përfitohet zemra, sepse qëllimi në esencë i debatit me ta është ndalë shesh e vërteta, e jo do thotë që tregon se kush është më i fortë apo jo. Debati i cili qortohet, qëllimi është debati i cili mundohet personi ta mbrojë kotën ose ta mposhte ose do thotë ta refuzojë të vërtetën. Prandaj thoshte Imam Debiu rahimullah, çdo diskutim, çdo debat i cili për qëllim është që të mbrohet e vërteta dhe dalën shesh e vërteta është debat i lavdëruar. Kurse debati i cili qortohet është debati ku njeriu mundohet ta refuzojë të vërtetën edhe ta mbrojë kotën, edhe të qëndrojë në të. Kjo është debati i cili qortohet dhe i cili do thotë nuk preferohet. Normalisht diskutimi, debatimi me të vërtetën është adhurim i madh. Ai i cili dëshiron që të diskutojë dhe të debatojë dhe qëllimi i tij është që ta nxjerrë të vërtetën shesh, ai është realisht në një adhurim. Dhe ky lloj adhurimi nuk është i vogël, është adhurim i madh. Allahu subhanahu i ka përmend në Kur'an shumë debate, diskutime që kanë pas pejgamberët e Allahut subhanahu. Duke filluar prej te Nuhi alayhis salam. Diskutime gjëra me popullin e vet dhe po ashtu kanë pas edhe pejgamberët e tjerë. Ka pas Ibrahim alayhis salam me prindin e tij, ka pas me Nemrudin, pastaj ka pas me popullin e tij, ka pasën Musa alayhis salam me Firaunin, e shumë pejgamber, Shuaib, Hudi, kanë pas shumë pejgamber të Allahut asociat diskutime. Edhe pejgamberi sa ka pas diskutime ndryshme dhe po ashtu edhe sa. Dhe shumë prej tyre janë përmendur në Kur'an. Nëse merr e shikon do thotë mirë, e lexon Kur'anin, kemë gjetë shumë debate, diskutime ku kanë bërë pejgamberët e Allahut. Synimi i tyre nuk ka qenë që ta treguan që janë më të mençur i kjo. Qëllimi ka qenë që thirrën fen e Allahut asociat. Kanë diskutuar, kanë debatuar, edhe pse realisht mushrikët ose vujtarësh shpeshherë i kanë refuzuar, sikurse rasti i Nuhi alayhis salam ku ai thotë qalu ose i than ata qalu ya nuhu qad jadaltana fa aktharta jidalana. Tha unë ti po na polemizon dhe të prove polemikat e tua. Bjerë në atë që ti po thu. Bjerë do thotë ti po pretendon se nëse ne nuk e respektojmë urdhat e Allahut, nëse ne nuk mendojmë Allahu do ta çojë dënimin. Edhe atëherë çfarë tha Nuhi alayhis salam? Qala inna ma yatikum bihi Allah. Insha wa ma antum bimujizin. Atë që ju po e thoni sjell veç Allahu subhanahu. Unë nuk kam mundësi për me sjell. Ajo është thjesht dërimi i Allahut. Allahu e sjell dhe ju jeni të pamundshëm për me refuzuar atë. E unë pavarësisht këshillave të mia që ju u jap,
Udhëzimi nuk është në dorën time, udhëzimi është në dorën e Allahut, nëse do Allah zotë që për më ju udhëzon, nëse do Allah që ju devijon, Allah ju devijon, tha huwa rabbukum wa ilayhi turja'un. Ai është Zoti juaj dhe te ai është kthimi. Siç e përmenda, do thotë ka shumë diskutime, madje edhe Allah zotë që suratul Mujadala e ka përmend në fillim një rast interesant, një grua se cila ka debatu, ka diskutu e rrallëshme pejgamberin për burrin e saj. Problemi që i ka pas bashkëtorë, një problem dhe ka shku te pejgamberi ka diskutu. Dhe Allah subhanahu wa taala përmend rastin e thotë e saj dhe thotë ka semi Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Tha Allahu e di, vërtet Allahu e di rastin e asaj grua se cila vjen dhe diskuton me ty për burrin e saj, dhe alkohet ajo te Allahu për rastin e saj, wallahu yasma'u tahawurakum. Allahu është duke, Allahu e di, e dëgjon rastin e juve që po diskutoni, që po debatoni, inna Allah e semion basir, vërtet Allah është dëgjues dhe vështrues i çdo gjëje. Do thotë, nëse merri shikon thjesht në Kur'an, ka lloj raste ku Allah zotëri përmend. Gjitha këto janë mësim se si njeriu me debatu, me diskutu për me nxjerrë çështë vërtet. Dhe ky lloj debati, diskutimi është ai i cili preferohet prej neve, ai i cili kërkohet që kur diskutojmë me persona të caktuar, veçanti kur është një pyetje e vërteta, dhe del çështje e vërteta, atëherë duhet me di se si me trajtu, do thotë, çështjen e debatit. Çështja tjetër që është shumë e rëndësishme është, do thotë, debati i qortum. Kur është një pyetje nxjerrja e çështjes kotës, edhe mbrojtja e kotës, ky lloj debati ndalohet. Edhe personi nëse nuk e ka për Allahun azza wa jall, ky lloj debati ndalohet, për shkak se është debat i cili nuk ka ndër sinqeritet, dhe nuk është për Allahun azza wa jall. Qëllimi i tij është thjesht që dale ajnshesh, dale dija e tij, dale do thotë mençuria e tij, aftësitë e tij, ama jo që për Allahun azza wa jall. Jo dale çështja e vërtetë. E Allah azza wa jall tha wa yujadilu alladhina kafaru bil batil li yudhidu bil haqq. Allahu tha që ata jo besimtarë diskutojnë me të kotën me qëllim që ta largojnë të vërtetën. Qëllimi, synimi i tyre është ky. Vazhdimsi brenda historisë, ata janë mundu historikisht ta largojnë të vërtetën. Dhe çdo herë që dominojë e kota, për shkak se ata e duan të kotën, edhe nuk duan që të largohen prej asaj. Dhe çdo sen që e cenon atë kotën e tyre, ata mundohen ta luftojnë. E prandaj i shep do thotë ehlul batil ose ata i thartë të kotës se si e sulmojnë çdo të vërtetën. Për shkak se ata realisht nuk e duan të vërtetën. Dhe ata diskutojnë dhe debatojnë dhe qëllimi i tyre është thjesht ta mbrojnë atë bindjen e tyre, atë kotën e tyre dhe mos dalin çështje e vërtetë. Megjithëse edhe do të vjen çështja edhe deri te dhuna, deri te lufta, deri te betejat edhe deri te lloj-lloj torture, mundimi veç mos dale do thotë e vërteta në shesh. Ky është qëllimi i tyre. Prandaj Allahu subhanahu wa përmendi që ata e kanë këtë natyrë dhe kështu veprojnë. Andaj mos u çudit. Kur i shef duke trajtuar ashtu dhe duke folur kundër të vërtetës, ti ndoshta habitesh. Pse? Ama ata thjesht e duan të kotën. Edhe e ndjekin atë dhe e mbrojnë atë. Diskutimi i qortum është prej tabiateve, prej natyrës jo besimtare. Normalisht ajo si natyrë ekziston veç te çdo njeri. Mirë po kur dikush e mbron kotën, atëherë e ka këtë synim. Jo besimtar prej tabiatit tyre, sepse ashtu e bindja e tyre i çon që me mbrojt atë e cila është parimet e tyre është do të thotë temel, për shkak se ata janë jo besimtarë dhe e mbrojnë atë vetën që e kanë. E tha Allahu xhel, "Wa ma nursilu al-mursalina illa mubashirin wa mundhirin." Ne pejgamberët e Allahut nuk e kemi dërguar vetëm si paralajmërues dhe po ashtu si përgëzues. Paralajmërues për dënimin e Allahut dhe përgëzues për xhenetin e Allahut. "Wa yujadilu alladhina kafaru bil batil." E ata që jo besimtarë diskutojnë me juve me të kotën. Li yudhidu bihi al-haq, me qëllim që ata ta mposhin ose ta largojnë do thotë të vërtetën. Kjo është qëllimi do thotë i tyre. Këto ajete që Allah subhanahu ka pru, edhe ka dhe shumë tjera, po nuk është tema këtu, nuk kam qëllimi që t'i përmendi gjithë ato. Do thotë është thjesht me ta vënë me dije që diskutimi i tyre zakonisht është diskutim kur është një pyetje për çështje për fe, diskutimi i tyre është diskutim me të kotën, ata mundon ta mbrojnë atë. Allah subhanahu thotë ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru. Nuk diskuton në argumentet e Allahut, në shenjat e Allahut. Dhe qëllimi i tyre që të përgënjeshtrojnë ose të mohon ato veç ata të cilët do thotë janë jo besimtarë. Për shkak se normalisht besimtari nuk i diskuton këtë çështje. Po ata të cilët janë jo besimtarë, ata mundohen këtë formë që të diskutojnë dhe mundohen këtë formë do thotë ta refuzojnë çdo herë do thotë të vërtetën.
Allah subhanahu wa taala një prej përshkrimeve që e bën në Kur'an është përshkrimi i diskutimit që e bën i dhujtar përmes asaj për atë që e po natën e Isra'it dhe Mirajit. Allahu tha ma kadhaba al-fuadu ma ra'a. Ta nuk e ka mohu zemra e pejgamberit Allahut azza wa jall atë që e ka pa me sy. Për shkak se normalisht për neve është diçka e cila është gaj, nuk e shohim. Përmes asaj ka dhënë përshkrime ndryshme. Çka ka pa natën e Isra'it dhe Mirajit. E natën e Isra'it dhe Mirajit ka qenë sprov për besimtarë dhe për jo besimtarë. Normalisht për besimtarët ka dhënë çështë do thotë besimi i tyre, a bi besojnë apo jo. Se tash ai ka përshkruajt udhimin e tij prej Mekës deri në Beitul Maqdis dhe prej Beitul Maqdis deri qillin e 7, takimi me pejgamberin e Allahut dhe Xhibrilin dhe heqen do thotë me do thotë gjithë ato pamje që i ka përshkruajt përmes asaj nuk ka qenë lehtë. Ama ai i cili i ka besu realisht shoku imanit. Dhe kur ka besu, ka thonë që unë i besoj. Pavarësisht e pranon logjika ime apo jo. E jo besimtarët janë sprovu. Për shkak se ata e realisht me përshkrimin e tij është dashmi besu. Po ata vetë e kanë mohu, prandaj Allah subhanahu kur e përshkroi, tha ma kadhaba al-fuadu ma ra'a. Tha zemra pamesem nuk e ka mohu atë që e kanë pas sytë e tij. Tha efetumarunehu ala ma yara. Tha ju apo polemizoni për atë që e ka pa pejgamberi s.a.s. E gjitha këto diskutime që i kanë bërë idhujtarët me pejgamberin s.a.s. kanë qenë diskutime pikërisht kësaj natyre. Pse, si ka mundësi ti me udhëtu, si ka mundësi ti me pa, dhe si ka mundësi ti me shku për një moment prej këtu me shku deri Beitul Maqdis, edhe pastaj ti mu ngrit deri në qiellin e 7 dhe mu taku me pejgamberët, me fol me Musajin, me pa Ibrahimin, me pa këtë edhe këtë, por ata ka qenë diçka e pa imagjinueshme. E gjitha këto diskutime që i kanë bërë, kanë qenë diskutime që Allah subhanahu ka përmendur, thotë që ata kanë diskutuar. Dhe diskutimi i tyre thjesht ka qenë zakonisht që të mohohet, ama jo që të pranohet. Ebu Bekri ka besu. Pse se i ka dhënë përparësi besimit jo logjikës. Se nganjëherë njeriu e përparësi logjikës, ka rase kur duhet mi dhënë. Për shkak se nganjëherë logjika është ajo e cila duhet me pranu. Nganjëherë logjika duhet më refuzu. Krejtësisht. Edhe mi dhënë përparësi imanit sikurse në këtë rast. Ebu Bekri ka marrë Ibn Sidik për shkak se pse nuk i ka tratu. Asnjëherë kur, po i ka besu. A ka thonë po, u kry, çaq. Allah subhanahu po ashtu thotë: "Wa in jadaluka fa kulillahu a'lamu bima ta'malun." Tha, nëse ata diskutojnë me ty për çështjet e fesë dhe mundon për gënjeshtroj. Tha thuaj atyre që Allah subhanahu e di shumë mirë se ju çka veproni. Allahu yahkumu bainakum yawm al-qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Allahu ka me gjyku mes jush ditën e kiametit për gjërat të cilat ju nuk bini dakord ose ju kundërshtoni të thotë njëri tjetrin. Ka mundësi nga njërë me orë diskutime edhe për atyre polemika ose debati edhe për atyre të cilat imani e tyre kanë dopt. Dhe kjo ka ndodhur në kohën e pejgamberit se luftën e Bedrit. Para se të ndodhte. Allah subhanahu thotë: "Kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqq wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun." Allah ty të nxorri prej shtëpisë me të vërtetën. Edhe pse një palë besimtarëve e urrenin ose nuk ishin kënaqur me atë. Çka ishte qëllimi këtu? Tha yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyan. Ata me ty diskutojnë, flasin, bisedojnë për të vërtetën edhe pse ata më herët e kanë ditë ose e dinë që ti nuk ke thonë prej hamendjes, po ka qenë urdhër i Allahut. Pejgamberi sa ju ka thonë me dalën për çështjen e karavanit. Nuk ka shprit me pas betejë. Këtu ka qenë pojëta. Mirë po megjithatë pejgamberi sa kur e ka vendosën ka qenë urdhër prej Allahut. E disa prej besimtarëve nuk e kanë prit për shkak se nuk kanë qenë gati. Edhe i kanë thonë që ne kemi dalë shkaku i karavanit Ebu Sufjanit dhe nuk kemi dalë do thotë që dalim betejë. Se me pasdit ishin përgatit, e thotë Allah subhanahu që ata kanë diskutuar, kanë debatuar me pejgamberin sa. Dhe qëllimi nuk ka qenë këtu për një diçka të keqe, po ka qenë që ata të ishin përgatit, ishin bogati. Mirë po megjithatë kanë diskutuar, edhe pse kanë ditë që është e vërtetë, se pejgamberi sa nuk ka pas mundësi diçka të fole prej hamendjes ti, jo ta morën një vendim tillë, jo, ka qenë shpallje. Mirë po megjithatë kanë ndodhur. Do thotë që pas ka mundësi për me ardhën, për me ardhur një lloj debate edhe për atyre që zemrat e tyre do thotë i kanë dopta. Normalisht mirë po, qëllimi është do thotë që ky lloj debati është mësues ata soi
që diskutohet, se përndryshe nëse i thënë kufit atëherë shkon debat i cili ka mundësi do thotë që njeriu mbaron kufur, Allahu na ruaj që ka qenë pyetje pejgamberit sa. E debati i qortum, siç e përmendin dietar, e ndajnë, pasi që nda debati si debat i përqyme dhe jo i përqyme ose i qortum, ky qortum i nda në dy pjesë. E kanë ndonë në dy pjesë. Për shkak që njeriu ta kuptojë më qartë, më mirë. Kanë thonë që debati i qortum është një prej llojeve, është debati i cili bëhet me padije. Ti fol diçka mirë po me padije. Edhe nganjëherë kur është një pyetje e vërteta dhe ti mundosh për me mbrojt, po e mbrojt me padije dhe kjo është i qortum. Për shkak se ti të fol rreth me padije, nuk i të fol me dije. E tha Allahu xhel, "Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighayri ilm." Tha ka për njerëzve të cilët diskutojnë rreth çështjeve të Allahut pa dije. Kjo është debati i cili diskutimi çka bëhet, në këtë rast është diskutimi i cili ndalohet. E Allahu xhel tha, "Wa yattabi'u kulla shaytanin marid." Edhe ky person e ndjek çdo shejtan i cili është rebel. Nganjëherë njeriu kur mendon thot po diskutoj, po ama me çka i të diskutoj? Ti do të diskutoj për diçka që nuk i di fare hiç. Prandaj Allahu xhel kur ju drejtu ehlul kitabit i tharve të librit që fut dhe krishterëve tha, "Ha antum haula'i hajjtum fi ma lakum bihi ilm." Ta tamam, ju keni diskutuar për Isa dhe për Musa. Pse keni pas? Musa ka qenë të më herët te Ben Israil, Isa ka qenë më vonë. Këta pejgamberi keni njoft, i keni ditë, keni pas njohuri për shkak se keni bashkëjetu, i keni pas në çast kohën e juve. Tha, "Felimetu hajjun fi ma laysa lakum bihi ilm." Mirë, pse po folni për Ibrahimin alayhis salam? Kur ju nuk keni dituri. E si ka mundësi tash ti me marrë me fol për Ibrahimin alayhis salam kur ti nuk ke njohuri. As nuk ke bashkëjetu, as nuk e ke ndjek. Po ti ke më lajme, ndoshta çfarë lajmi që ti ka sjell dikush, ose ka mundësi pejgamberi që ka përmend, po ti më shumë ke fol pejgamberin. Se si ka mundësi ti tash me marrë me fol për Ibrahimin alayhis salam kur ti nuk e di. E do thotë që ky lloj diskutimi, debati, që zakonisht ndodhet dhe tana për shumë gjëra që këtë bëjmë me fen, është diskutim pa dije. E ky lloj diskutimi është diskutimi i cili qortohet. Edhe nuk është i cili lavdrohet. Prandaj njeriu duhet me pasën kujdes. Për shkak se kur fol nuk është duke fol për një çështje dunjos, ashtu fol për fen e Allahut azza wa jalla. Allahu azza wa jalla po thotë: "Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighayri ilm." Ka për njerëzve që diskutojnë rreth çështjeve të Allahut pa dije, wa yattabi kulli shaytanin marid, dhe ky person e ndjek çdo shejtan i cili është rebel. Kutiba alayhi annahu man tawallahu fa annahu yudhilluhu wa yahdihi ila adhabi sayr. Ai ka caktuar. Ky shejtan e ka caktuar se cili e ndjek atë edhe e shoqëron, e ban mik, ai do ta devijon. Por shkak se çaja është puna e tij. Edhe në fund ka për me çu deri ku deri zjarmin e xhenemit të Allahut azza wa jalla. Përmesë se kanë ardhur përmesë shpeshherë, edhe kanë diskutuar. Mushrikt kanë thonë Allahu ka mundësi me rinjallë direkt me. Po si nuk ka mundësi Allahu azza wa jalla. Po ti pika kitan. Ti ka për hiç, për askundi. Apo në pak mendo, po logjiko pak. E kanë diskutuar shpeshherë. Qëllimi i tyre disa ndoshta e kanë pas qëllimin e mirë, pa ata që kanë pas qëllimin e mirë, Allahu xha ka zbuzim. Edhe pastaj kanë hinë Islam, po ata që kanë pas qëllimin ta poshtrojnë pejgamberin se ata realisht janë mundu që t'i bindin qerë që mos ta ndjekin. Janë mundu ta zojnë me lloj-lloj forme, eselun e kanë rru, pyesin ti për shpirtin. Do thonë e kanë pyet për lloj-lloj raste, thjesht am kuton vesh ta përbuzin pejgamberin edhe mesazhin e tij. Prej diskutimit, debatimit pa dije është diskutimi në kader. Diskutimi për kaderin. Çështja e kaderit është çështje e ndjeshme. Nuk është çështje e lehtë, është çështje e rëndë. Për me kuptuar më mirë se sa e rëndë është, përmes se një ditë prej ditëve kur doli, edhe i pas sahabët ishin duke diskutuar rreth çështjeve të kaderit. Përmes se kur i dëgjoi ju skuq fytyra e tij prej zemrimit. Ju skuqën faqet. Aq shumë u zemru përmes se edhe ju tha atyre bihadha umirtum, tha ju a e lurdhëru me këtë, au lihadha khuliqtum, jo për këtë jeni kriju, që ta meni Kur'anin edhe ta diskutoni pjesë, duke e rre ajet, do thot duke fol, ajet duke sjell ajet, edhe në këtë fol do thot duke diskutuar çështjen e kaderit, e tha pemsem për këtë dhe me këtë formë janë shkatruar ummetet përpara juve.
Kjo ka qenë shkaku i shkatërimit tyre. E ato diskutime shka bënë çështjen e kaderit. A kaderi është shumë temë ndjeshme. Ka qenë sebeb që të devijojnë grupi ummetit. Disa e kaderi, e disa e xhebri. Do thotë dy sekte që janë njohura në aspektin e kaderit, edhe të ata është e njohur do thotë kjo çështje. Prandaj muslimani si musliman duhet me kuptu mirë se çështja e kaderit nuk është lojë. Dhe diskutimi në aspektin e kaderit është i rrezikshëm, se shumë njerëz kanë deviju kur ka qenë pyetje pikërisht çështja e kaderit. Andaj duhet me pas parasysh kur diskuton se duhet me pas dituri. Dhe duhet me ditë rregullat kur është pyetje e kaderit dhe shtyllat e kaderit. Mos me hin këtë çështje do thotë pa njohuri. Dhe funi nuk ka dhe nevojë shumë zhytet për shkak se ne me ata që i besojmë kaderit Allahut, ajo është ka ndodhur me lejen e Allahut. Dhe nuk arsyetohet gjunaqari me kaderin Allahut derisa ai nuk pendohet e kur pendohet atëherë lejohet që të arsyetohet. Do të janë disa rregulla që njëri duhet më mësu. Ama janë rregulla të parta të cilat vlen do të thotë për jetën tonë. Përmes se më ja diçka të tha, çështja e umetit do të jetë e drejtë. Umeti ka me qenë i drejtë dhe i përqendruar, i afruar, i parafruar derisa ata nuk flasin për fëmijët e idhujtarëve qëllimi është, dhe derisa nuk flasin edhe për kaderin. Fëmijët e idhujtarëve është diskutimi që bëhet se ku janë ata. A janë xhenet apo janë xhenem? Fëmijë që nuk e kanë arrit moshën e pjekurisë, mirë po, prindërit e tyre janë idhujtarë, jo besimtarë, nuk janë do të thotë muslimanë. Ku shkojnë ata fëmijë? Se çdo fëmijë lind natyrën e vet, apo pastaj prindërit o e bojnë musliman, o e bojnë krishterë, o e bojnë çifut, o e bojnë zjarpotist, ama fëmia si fëmijë, derisa nuk hyn pubertet, ai nuk shkruan te ai veprat e këqija. E realisht ky fëmijë ku shkon nëse vdes? E tash nëse fillojnë diskutimet, thotë për mesasem ummeti ka me qenë tamam, rrugë drejt derisa nuk diskutojnë këto dy mesele. Dy mesele të rrezikshme. E para, çështja e fëmijëve, të idhujtarëve, dhe e dyta çështja e kaderit. Ky është lloji i parë. Lloji i dytë i debati qortum është do të thotë debati i cili qëllimi është do të thotë që të përkrahet e kota dhe të largohet e vërteta. Allahu thot wa jadalu bil batil li yudhidu bihi al haq. Ata do të debatojnë, diskutojnë me pavërtetën me qëllim që ta mposhtin të vërtetën. Ky lloj diskutimi, ky lloj debati do thotë ndalohet. Është një lloj diskutimi, debati që është i përzim. Në të ka edhe diskutim, mundet me qenë do thotë debati i pëlqym dhe njëkohësisht i qortum me një vend. Shembull, çështja e haxhit. Allahu subhanahu thotë el-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna el-hajj fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. Haxhi i ka muajt e caktuar. Kush do për me kry haxhin, janë disa rregulla, parime. Njeriu që të kujdeset për gjuhën e tij, që mos jetë i paturpshëm dhe mos t'i shkele kufit e sheriatit e kështu me radhë, thot wala jidale fil hajj. Dhe nuk ka diskutim në haxh. Çfarë diskutimi? Sikur se tash dikush fillon për me diskutu, me debatu në kohën e haxhit. Tash në ihram, e ka vesh njëri ihramin, është nis për në haxh, është në haxh. Ka thënë lebejk Allahumma hajjan edhe ka hyrë në haxh, është në ihram. Ati ndalohet debati, diskutimi për shkak se ti nuk ke shkuar në debat, diskutim. Mirë po në këtë rast debati, diskutimi nuk është që të arrihet një çështje e shkencës, me ditë cili lloj haxhit është më mirë. Është haxhi kiran, është do thotë temetu cili lloj jo. Këtu është një lloj çetër diskutimi. Unë edhe ti diskutojmë dhe debatojmë dhe na ka rënë shpeshherë me po njerëz i tillë, qëllimi është kush është më i mirë, a unë apo ti? Dhe cili di më shumë, a unë apo ti? Dhe qëllimi i tij është që të dalën çesh, unë sa po di. Dhe unë sa jam i aftë për dituri, ama nuk është qëllimi të dalë diçka e vërteta. E ky lloj diskutimi, i cili bëhet në kohën e haxhit, që haxhi normalisht është hyrë për shillave të Islamit, ky lloj diskutimi do thotë është i panevojshëm sepse realisht shkatron, ta mund do thotë të mirë të cilën ti mundosh për me bë. Ti ke shku me lot gjunat e nuk ke shku me kallëzuar që filozofi. Edhe nuk ke shkuar që për me kallëzu se sa di dhe çka ban. Që nuk është fundi nuk është e nevojshme ajo. Nëse ka nevojë dikush për me ditë ose për me kallëzu diçka, janë ata që janë kompetentë dhe flasin, bisedojnë dhe kallëzojnë, nëse ka nevojë do thotë për muditën diçka. Ama debat si debat, kohën e haxhit është kot, a fatkeqësisht i shef Axheli është peshë të diskutu, të debatu dhe çuditë është i thua ke shkuar në haxh, a ke shkuar në turizëm. E haxhi si haxh, preshenjave të haxhit është ajo dorëzimi i plot i jot që i bindesh ti Allahu si ti realisht je nisën ti je delegacion i posaçëm i veçantë që Allahu të ka zgjedh ty për me shkuar në çat kohë për me të po Allahu ty në Arafat dhe me të fal gjunat e tua. E kjo nuk arrit për çdo ditë.
Kjo arrihet atje për të mundësia në jetë apo jo. Nashta ti shkon shpesh në hax, ama pranot hoxha apo është pikpyetje, prandaj njeriu duhet të pas kujdes. E largimi prej debateve dhe diskutimeve normalisht jep edhe frytën e vet, prandaj tha pemëse unë ja garantoj një shtëpi s'ka xhenetit apo xhenetin e poshtë atij i cili e le polemikën edhe nëse është drejt. Per është ato që pemëse ka thonë, njeriu më i keq te Allahu Azza wa Jalla është grindaveci polemizues. Ai i cili ka cilësitë vet, grindjet, do thotë zënkat, edhe debatet, polemikat, është njeriu më i keq te Allahu Azza wa Jalla. Po e përmendi veç një shembull që mos ndalë më sepse tema e debatit të mirë ose debatit pëlqim dhe pa pëlqim është e gjerë. Ka shembull shumë, po thjesht ta përmendi veç një. Rastin e Ibrahimit alayhis salam për shkak kohës, se qëllimi jam këtu është te pika e fundit që do të ndalë më shumë. Ibrahim alayhis salam kur ka diskutuar, kur ka debatuar me Nemrudin. Nemrudi ka qenë pushtetar, po zullumqtar, jo besimtar. Madje e ka mohuar dhe rububin, që rrallë kush e ka bën. Rububin do të thotë ai ka pretenduar që është Zot. Edhe kur ka dalë Ibrahimi me polemizu me ta, thotë Allahu Azza wa Jalla, "Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbi." Ka dalë ka diskutuar Nemrudi, i ka thonë Ibrahimit alayhis salam, ka thonë unë jam Zot. Mirë, tamë, si ka mundësi ti me qenë Zot? Ka thonë unë jap jetë dhe marr jetë. Si jap jetë dhe si merr jetë? I thotë ushtarit merr njërin vraje. Thotë merr çetrin, mos e vroj, jepi jetë. Do thonë kështu e ka paramenduar mendjen e tij. Kur e ka po Ibrahimi se sa naiv që është, i ka thonë ati kale Ibrahimu fe inna Allah yati bi shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib. Ka thonë Allahu e sjell diellin prej lindjes, ka thonë sjell ti prej perëndimit. A mujtësh? Po s'mujtësh, pse nuk ka krijesë jote. Hajde, thuj diellit ti në dalë, në të lindë ka perëndimi, s'mujtësh. Thot Allah fe buhit alladhi kafar. U shtang me të pa fjalë ai i cili do thotë ishte fe muhus. Këto lloj diskutime që Allah Azza wa Jalla ka përmend Kur'an, edhe ka ndonjë shumë në hadithe disa prej tyre, po edhe gjurmë prej parëve tonë, Hanife, Shafiu, ulemat e mëdhej që kanë diskutuar, janë dobishme shumë. Është mirë mi marr me lezu, po nuk po du me is për shkak se atëre na duan 2-3 ligjërata të tjera. Do thotë krejt këto ta mësojnë se si duhet me diskutu dhe ku duhet mundal, ku fin ku janë. Për shkak që njëri mos i te kalojë ato. Pika që do ndalen tash atë kjo është. Për pikave do thotë fundit është dëmi i debatit. Kjo është ajo që më shumë ti më intereson që ta shpjegoj. Allah subhanahu na ndaloi debatin, përveç se debatit kur është një pyetje dalin shëshe vërteta, edhe mbrojtje vërteta. Ato janë debate do të ku njeriu pëlqet edhe është mirë që diskutohen. Mirë po në përgjithësi si debat është problematik. Se njeriu i cili merret veç me debate është rrezik për jetën e tij dhe ahiretin e tij. Një prej dëmeve është privimi i të mirës. Njeriu privohet prej debateve, debatet bien shkak që njeriu privohet prej mirësive të mëdha. Imam el-Auzai thoshte: "Idha arada Allahu bi qawmin sharran alzamahum al-jadal." Kur Allah nuk ja do të mirën një popullit, Allahu u jep atyre debatin dhe i pengon nga puna. Ata merren veç me debate, po nuk punojnë, si rasti jon. Tan ditën muhabet, diskutim, debat, ama punë jo. E kur Allah ja do shërë një popullit, ose një individu, ose një shoqërie, u jep debatin që të merren vazhdimsi, i ndashkon këtë formë dhe i pengon, i privon nga puna. Po ashtu thoshte Muavet ibn Qurra, "Iyyakum wa hadhihi al-khusumat." Kujdes nga grinjet edhe nga zënkat, sepse ato u aprishin juve veprat. Privimi nga dia, një prej dëmeve debatit. Nota e 4 është ngrit shkaku i diskutimit debatit. Përmes se ka dalet ti tregoj umetit se kur është nota e 4. Ka qenë shkak diskutimit debati që të ngrihet dia dhe mos ta dim. Dhe kështu mbetet deri ditën e Kiametit. Ubad ibn Sami thotë që përmes se kur ka dalë prej shtëpisë tij natën e 4, tha i ka gjetë 2 persona duke diskutuar, duke u zënë njëri me tjetrin. Dhe tha përmes se unë dola që tregoj për natën e 4, mirë po, filoni dhe filoni ishin duke diskutuar dhe kjo ishte sebeb që mu harru se kur ka përmendodh nota e 4, do thotë që unë ngrit dhe shpresoj që kjo të jetë më e mira për juve, ta kërkojeni atë në natën e 27, natën e 29 dhe natën e 25. Kjo ka qenë shkak që Allah subhanahu do thotë ta ngritë
dijen se kur do të ndodhe nata e Kadrit. Yunus thoshte, më shkroi Mejmun ibn Mehran, edhe tha, kujdes nga zënkat edhe nga polemika në fe. Tha, mos diskuto as me dietarin, mos diskuto as me të padijshmin, sepse te dietari debati me te do të bie shkak që ti mos përfitosh nga dija e tij dhe ati pastaj nuk i intereson se ti çka vepron, kurse te xahili nuk ka diçka tjetër vetë se ta ngurcon zemrën edhe nuk bindet asnjëherë. Disa thoshin për një person që është privu nga dija prej ulemave ose nga dija e ulemave, shkaku i diskutimeve që i ka pas me ta dhe polemikave që i ka pas me ta, edhe në fund është pendu dhe ka thonë, sikur mos ta kisha bë atë. Po ashtu, shkatrimi i ummeteve është një prej shkaqeve të diskutimeve dhe po ashtu debateve. E Burera kallzon për pejgamberin s.a.s. që ka thonë që janë shkatru ata para jush. Çka ka qenë shkak? Pyetjet e tepërta. Prandaj ka thonë pejgamberi s.a.s. Daruni ma terektukum. Tha, lëreni aty ku unë e kam lënë për juve dhe mos hyni shumë, mos vetni shumë, për shkak se sa më shumë që vetni është problem, pastaj gjëra zgjerohen edhe më tepër dhe nuk ka mundësi për mi bën. Tha pejgamberi s.a.s. ata që janë shkatruar para juve ka qenë pyetje tepër të tyre. Shumë kanë vet, tepër kanë vet. Derisa nuk ka dosh, janë zgjeruar shumë. Edhe tha diskutimet e tyre që i kanë pas, mos pajtimet rreth pejgamberëve të tyre. Omeri i tha Ziyad ibn Hudejl, i tha, a e di se me shka priqët Islami? Tha jo, tha e shkatron Islamin gabimi i dietarit. E shkatron Islamin diskutimi i munafikit për Kur'anin, edhe gjykimi i udhëhecave të cilët janë zullumqtar. Këto tri e shkatrojnë Islamin. Ibn Abbas i thoshte, ata që kanë qenë para jush janë shkatruar shkaku i polemikave edhe shkaku i zënkave që i kanë pas në fe. Po ashtu debati mbjedh urrëqe edhe e ngurcon zemrën. Jam Shafiu thoshte, polemika dije e ngurcon zemrën edhe mbjedh armiqsi. Armiqsi për shkak se ti e shef që ata dy realisht janë dosh deri gje. Po shkaku i diskutimit edhe polemikës janë bërë armiq. Ato diskutime dhe debatet që i kanë pas mes vete kanë shkaktuar urrëqe dhe armiqsi dhe i kanë prishur zemrën. Çfarë fali, çfarë do bie? Vendse debati me ta afru, edhe më shumë, edhe me ta shtu edhe më tepër tashnin, ai ka rënë sebe për me shkatruar, do thotë që ti debati nuk ka qenë për Allah. Dhe debati nuk ka qenë sipas normave, do thotë që jep Islami. Sepse njeriu realisht kur diskuton, për çka diskuton? A diskuton me dalë çështje vërteta apo me dalë emni? Diskuton për me dalë çështje vërteta. Prandaj edhe ulemat nëse i merr vesh me shikues se si kanë diskutuar çuditësh. Ibn Abbas i thotë, mjafton për ty me qenë zullumqtar, nëse ti mjafton për ty me qenë zullumqtar, nëse ti vazhdon me qenë grindavec, që zihesh në vazhdimsi. Edhe mjafton për ty si gjuna, nëse ti vazhdon me polemizëm. Thoshte Muhammed ibn Ali ibn Hussein, thoshte që zënkat e shkatrojnë fen, e prishin, edhe e mbjedhin armiqsinë në zemrat e njerëzve. Abdullah ibn Hussein thoshte polemika e prish shoqërinë e vjetër. Një shoqëri që e ke pas deri gjen me vite tërë për shkak një debati, një polemike, ajo ta ka shkatruar. Sepse më pak që ti e paramendon në polemik është mundja e tjetrit. Në poshtë e tjetrit. E kjo do thotë është një prej shkaqeve të cilat e prish atë lidhje që e ka pas njëri me tjetrin. Ibrahim an-Nakhai në komentin e fjalës të Allahut azza wa jalla wal qaina bainahum al-adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah, ta ne o kemi hedhur atyre në zemrat e tyre armiqsin edhe urrëqen deri ditën e kiametit, tha për qëllim është zënkat, debatet, polemikat në fe. Po ashtu, ai që merret me debate privohet nga barësia, nga suksesi. Nuk i jep sukses. S'ka bereqet njët. S'ka bereqet dijen e tij, s'ka bereqet diskutimet e tij. As që është që dikush ka përfituar prej tij, as që është që ai ka përfituar diçka prej atyre debateve, edhe në fund e shef do thotë personi i cili ka dështu. Edhe realisht shpeshherë kemi pa njerëz të tillë të cilët janë marrë me debate, me diskutime që kanë përfunduar kështu. S'kan pas bereqet. Po ashtu, një prej do thotë dëmeve është që zemra nuk mbushet me dashnin për Allah.
Zemra e cila merret me debate s'ka vend për Allahun azza wa jall. Nuk ka vend, atë mbushet me urrëtie, mbushet me armiqsi, i shef një, dy, më njërën vend, hajde ta diskutojmë këtë meselë. E ka marrë, ka shikun një meselë, e ka mësu. Edhe qatë me qatë meselë, është marrë ditë të natë, ma i kalodhë kryen, më tash, që i tullët, me qatë meselë. Këtë i ka 3-4, me qatë përmere gjithë ditën, ama i shef se njëri njerë folë. Njëri njerë merë, vesh edhe qash më hecën, kjo nuk ka shumë punë, ti ku shkoj shkolla e mëson një meselë dhe vazhdon, ti nuk është më klasa parë. Po dush me dole 2-ta, 3-ta, 4-ta, 5-ta, apo. A më njeri kur dalot me një vend qaq, edhe shka banë, ajo ka bo smuja, ju ka bo ves. Qëllimi është thjesht veç debatoj, veç diskutoj, se për ndryshe nëse nuk diskuton, nuk debaton atëra i gjegat, kallë pimrejna. Pa që të du të me gjithë dikan me marë, dhe nëse nuk e gjithë, ja e kap njoni, hec ngonë, hec të kalzojva në dishka, veç të folio. Kjo është smuja, se zemra mos ka me të ta dishka dashni për Allah. Përndaj të që në disa prej selefve, pe të pare thonë, nuk kemi pa dishka. Shka e prish fen, edhe shka e pakson dignitetin, edhe shka ta hub knatësin, dhe shka ta angazhon zemrën mbi diçka tjetër jashtë dashnimit për Allahun, se sa debati polemika dhe zënë. S'ka. Këto janë ato të si ta prishin zemrën. Po ashtu, debatet janë shkak sebeb për devijim. Muslimi ibn Yesar thoshte kujdes nga polemika sepse koha e padijes djetarit ose polemika, njeri kur polemizon, edhe djetari si djetar gjatë kohë mundet me shfaq një lloj padije, paditurie, rroshet. Mundet për shak do të thotë gjendjes tij, do të thotë psikike, ose në momentin do të thotë tash i nxehtë i zemrum, edhe mundet me shfaqen padije. Në çat kohë tel shesh mundet me dalshesh padije djetarit. Dhe mundet me rrëshitën shumë lehtë, a shejtani veç do këtë. E shpesher ndodhin debatet sebeb që njerëzit të rrëshqasin shumë lehtë. Edhe ata që janë marrë shpesh me debate dhe kanë diskutu pa dije dhe kanë mbrojt kotën duke pretenduar që është e vërteta, shpesher ka qenë sebeb që ata të devijojnë. Dhe nuk janë ata që kanë qenë marrë. Imani tyre ka ra dhe kanë rrëshit. Allah shëgjeri ka sprovu. E ka sprovu gara, nuk ka sprovu e lehtë. Njeriu duhet me pas kujdes. Po ashtu. Hub krenaria. Normalisht që ka me hub. Për shkak se thoshin disa prej beduinëve, kush merret me diskutime dhe kush merret me polemika, i bie krenaria e tij, burrnia e tij, dhe kush e shpeshton një gjë njihet me të. Nëse ai mirret veç me debate do të njihet si ti. Nëse mirret veç me polemika, kanë më thonë që kjo është polemizues, edhe i ke njerëzit prej tij. Nuk e do kurkush. Për shkak se s'ka mundësi për me dashat. Paraqitja e bidateve dhe ndjekja e epsheve, thoshte Omer ibn Abdulaziz, kjo është një prej dëmeve. Thoshte Omer ibn Abdulaziz, kush e bën dinin synim për zënka dhe diskutime, vetë se ai do të ndryshojë në vazhdimsi. Do të ndryshojë, qëllimi është herë e shef me një ekstrem, herë e shef me një ekstrem, herë e shef me një palë, herë e shef në palën tjetër. Kur nuk e shef stabil. Për shkak se çashtu është natyra e tij. Debatet e çojnë që t'ia shkatrojnë atë, edhe e çojnë herë kështu, herë ashtu. Ka t'ia morë mendja epshet, edhe ka ta shojnë pasionin e tij. E i than, ose tha njëri prej parëve tonë, tha, pse njerëzit kanë hyrë? Pse njerëzit kanë hyrë do të thotë na për epshe, edhe na për bidate? Pse? Njeriu duhet me ndalë pak më menu, pse me një bidat? Përgjigjja e tij ka qenë thjesht zënkat, debatet, diskutimet. Inati ka qenë sebeb për me hiq shpesh ka raste të tilla ku njerëzit do të hyjnë për këtë arsye. Edhe për përfundojmë me këtë pikë, polemikat me ulemat, normalisht polemika me ulemat, sidomos në rrafshin akademik, edhe rrafshin shkencor është një prej polemikave më të rrezikshme. Veçanti për ata të cilët nuk kanë dije, nuk kanë njohuri, edhe kur hin debate me xhallar me ulema, edhe me thisa, për shkak se njohuria e tyre është e cektë sipërfaqësore dhe nuk kanë njohuri detajizuar, do thotë më të thellë. Edhe kjo bie shkak që pastaj të gabojnë. Edhe diskutimet që i kanë me xhallarët ose me thirrsat janë diskutime që veç i kanë dëgjuar edhe mendojnë se është e vërtetë dhe pastaj polemizojnë dhe diskutojnë. Prandaj pemesëm paralemroi dhe tha për këtë dukuri, tha mos merrni dije që të krenoheni para ulemat. Dhe as ti polemizoni me ngjeletit edhe as mos bani vend në për kuvende kush bën kështu vetë se zjarri i xhenimit është
më meritor për të. Qëllimi është ai që merr dije leçet për Allah. Ai që merr dije leçet për veti, me qëllim që ta adhurojë Allahun subhanallahu. Jo që mburret problemave. Jo me dal me thonë që un kam dije dhe kam njohuri, jo. E as mos polemizoj me ata që janë me intelekt. Dhe as do thotë mos mundojnë na për medisti që të bëjë vende na për kuvende. Na për do thotë mezhlise që të bëjë vend. Njerëzit ta shikojnë atë edhe thonë që filoni sa po di ka dhe sa pas ka dije sepse kush e banat vetë se realisht do thotë vetes ti do thotë ai me këtë do thotë zhormi i xhenemit është më meritor për të. Normalisht ka njerëz të cilët e kanë këtë synim, Allahu subhanahu na ruaj. E andaj do thotë njeriu para se të diskutojë dhe para se të hyjë në debate duhet me undal pak, me veten e tij me marrë me qyse për çka është hyjë, dhe çka është qëllimi i tij, ta përmirësojë në jetën e tij dhe mos jetë qëllimi vetja ose do thotë emri i tij ose nomi i tij, jo qëllimi i tij është që të mbrojë edhe vërtetës që dolën shesh edhe vërtetës. Dhe po e përfundojmë me këtë hadith për mesesem që transmeton Ebu Umame, ku tha që nuk ka deviju një popull pas udhëzimit të tij vetëse atij populli Allahu ose atë popull Allahu e ka angazhuar me debat. Ai popull ka deviju, masi është udhëzu. Dhe Allahu nuk e ka angazhuar, e ka privu, e ka dënu, vetëse të marrin ilm, ata e marrin me debate. Se ai cili do me marr ilm, ai hik debate, hik polemikave. Ata që janë marrë me debate, zakonisht kanë qenë ulematu, ata dolin të diskutojnë se kjo kërkohet prej neve. Veçanti nëse duhet që të mbrohet e vërteta, dhe të mposhet e kota, atëherë është obligim. Ama në përgjithësi, ti kur shet do të thotë se kush debaton, kush diskuton dhe çka bëjnë, atëherë dije që Allahu pas udhëzimit e ka deviju një popull dhe e ka angazhuar me debat dhe e ka largu prej marrjes diturisë dhe thapën me se me lexoj ajetin ku Allahu tha ma darabuhu laka illa jadala bal hum qawmun khasimun. Kur kanë thonë a Zoti jon apo Zoti cili është më i miri, kanë thonë ata nuk kanë synim tjetër, do thotë ata vesh duan që të polemizojnë, ata me të vërtetë janë një popull, njerëzit janë thjesht ngatrestar. Kjo ishte shkurtimisht pasaj për këtë debatit, dhe si ndodh debati dhe do thotë dëmet e debatit. Me këtë përfundoj inshallah temën e debatit dhe si vepër e cila e prish e zbe zemrën e njeriu dhe imanin e tij. Lutë Allahu subhanahu që Allahu subhanahu na ruaj nga debatet të cilat Allahu subhanahu urren. Lutë Allahu që na mundsoj që kur diskutojmë dhe debatojmë, të jenë çdo herë për me arrit vërtetën dhe për me zërshesh vërtetën e jo për neve ose për emrat e tonë ose për interesat e tonë. Lutë Allahu subhanahu që na ruaj imanin tonë, zemrat e tona, dhe lutë Allahu ashtu siç na bëj shkojson në këtë vend, ta bëj shkojnë xhenetin e tij. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.